A normale, mësë me dasht familjen tonë dhe nëse të kanë dëndu? Say it! Just fucking say it! Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Që kja në shtash njëma prej pyetjeve që nas guxojna me bo me Zotën Art. Sepse vazhdimisht jemi mësu me idenë që gjaku s'buhet ujë, familja është mbi gjithçka, familja është e jotja dhe nëse të lëndojnë. Edhe në shumicën e rasteve është e vërtet. Po çka nëse shtëpia jote që është dashur me kohë burim i sigurisë, në fakt ka qenë burim i frikës, i anfit e i tmerrë. Çka nëse prindët e tu, në vend që më ta mësu vetë besimin e vetë vlerësimin, të kanë mësu që ti je dështak, i paaft e që s'ki me mri kur gjanë jetë. Kjo nuk do me thonë që prindët e tu janë të këqe. Ata të kanë mësu ty qatë sa kanë ditë për vete. Po të njëjtën kohë, kjo nuk do me thonë që kjo nuk kanë diku të te, sepse te je shëndru në një person që vazhdimisht e ki një farë konflikti ekzistencial. Që ky konflikt buron mbi idenë që unë e duna me dasht familjen tem, po të njëjtën kohë sa herë që ofrohesh shpirti jo thotë mos u afro se nuk është vend i sigurt. Çka ndodh që si raste? Fillon me uni shumë keq. Fillon me uni njeri keq, si kultura të ka mësu ty që duhesh me e dasht familjen pa marrë parasysh çka. Po dashnia bre nuk është obligim, dashnia nuk është përgj. Dashnia është diçka që lind atëherë kur ti ki reciprocitet, kur ki respekt, kur ki kujdes të ndërsjellët me njëri tjetrin. Dashnia nuk është diçka që mundesh me sforcu e as me mësu. Për me mujt me e dash dikën, dush me uni edhe i dashtun prej tyne. Unë nuk mendoj që ka prind të keq. Thjesht mendoj që ka prind që nuk ka ditë me dash fëmijën e vet, çashtu që fëmia i vet e ka meritu. Prandaj nëse ti je njëri prej atyne që njihesh sikur nuk e don familjen tonë mjaftueshëm, mos e lëp që të mund fajin të vetja. Kështu edhe mënyrën gjysh të kanë trajtu ata e gjysh të kanë bo muni. Se nëse trupi jo të ka të thotë mos u afro, dije që ekziston një rrezik që prej cilit është ka dënë më të shpëtu.